Ato që neve ne rezultojnë që janë dhe grupet më diskriminuara, janë dhe ato më të targetuara nga gjua urrejtjes. Dhe shikojmë në pothuajse të gjitha platformat dhe nga personazh të famshëm të fushave të ndryshme, politikan, funksionar shteti, gazetar, por mund të jenë dhe persona që vinë nga feja. Impakti që ka gjua urrejtjes krijon një ndjenjë frike pastaj nga anëtarët e një komuniteti të caktuar. Një klimë e tensionuar gjua urrejtje gjeneron pastaj dhe krime urrejtje, pra persona të këtyre grupeve që edhe dhunohen. Nuk i lejon këto grupe që të perceptohen si të barabarta në shoqëri, por i mbajnë gjithmonë si grupe të vlerësuara si negative apo të dorës dytë apo si grupe dhe dëmshme për shoqërinë. Shqetësimi kryesor janë fëmijët dhe të rinjt, sepse ato psojnë ndikimin më të madh. Kryesisht këto persona që e përdorin gjuhën e urrejtjes janë persona që kanë ndjekës. Dhe në një pjesë madhe ndjekësit e tyre janë të rinj dhe fëmijë. Dhe kuptohet që përderisa këto të rinj dhe fëmijë këto persona i konsiderojnë si modele, do të marrin si model sjellje apo si model shprehje edhe atë gjë negative që këto persona thojnë. Ne kemi legjislacion penal që merret me atë që quhet nxitja urrejtjes, sidomos për arsye fetare, krajinore, gjuhësore apo dhe të orientimit seksual. Gjë që ka munguar nga njëra anë në Shqipëri është që ndjekja penale për gjuhën e urrejtjes ka qenë pothuajse jashtëzakonisht shumë pak raste të trajtuara. Rajonet e policisë, por dhe prokuroria duhet të jenë kapacituara edhe të njohin mjetet e digjitale, por edhe të kenë kapacitete teknike pastaj për gjurmuar dhe për gjetur persona të cilët përdorin gjuhë urrejtje nëpërmjet mjeteve digjitale. Sidomos portalet mund të marrin masa në heqjen e këtyre komenteve. Mendoj që është një nga gjërat më minimale që mund bëhet. Nuk mund të mjaftojë vetëm një masë vetme, por duhet bashkëpunimi i shumë institucioneve, duhet bashkëpunimi i shumë aktorëve të shoqërisë në mënyrë që të minimizohet sa më shumë kjo gjë. Urrejtja ushqen urrejtje dhe askush nuk mund pretendojë që nuk do jetë viktimë. Dhe kjo ushqen veten dhe vazhdon ndërbreza.